çfarë është ankthi? Ankthi është mos kontroll emocional. Nuk mos furnizimi i trurit me oksigjen. Ushqimi i trurit është oksigjeni. Nëpërmjet zemrës, zemra jon punon në amulli, nuk është e smur, ka për detyrë të çojë nëpërmjet gjakut oksigjenin në tru. Nuk e bën këtë. Në këtë moment fillojnë të shfaqen mendime negative. Mendimet negative nuk janë reale, janë të ndryshme. Për shembull, do të vdes, është një nga më të shpeshtit. Me ato skenarët, ato filmat në mendje. Po më vden vdekja, do më vdesin njerëzit e familjes, do më ndodhi diçka në shtëpi, do t'ju ndodhi diçka fëmijëve, të cilat nuk janë reale, por ama në mendjen tonë, këto nuk shkëputen. Çfarë ndodh? Këto mendime negative na ulin vetëvlerësimin dhe fillon shfaqet ndjenja e frikës. Kemi frikë të dalim, kemi frikë të shkojmë në psikologjia turmës, në një numër të madh njerëzish, të shkojmë në një qendër sociale, të shkojmë në një vdekje, të shkojmë në një ditëlindje, fillojmë mbyllemi gjithnjë më tepër, hap pas hapi, arrim deri aty sa të mos shkojmë dot as në punë. Dhe në shtëpi duam një njeri që të na shoqërojë, nuk qëndrojmë dot vetëm. Kam raste të shumta që kanë hequr dhe fëmijën në klasën e parë ose të dytë e kanë mbajtur në shtëpi sepse nuk rinë dot vetëm. Ose kam nëna të cilat nuk e çojnë dot fëmijën në shkollë. Pra, imagjinoni se ku ka arritur mbyllja. Numri i njerëzve me ankth është shumë i madh. Po me çfarë shoqërohet kjo? Shoqërohet me atak panik. Edhe atak panik. Do të ndalemi tek atak paniku, si e përjeton një individ atakun e panikut. Presim shqetësimin e radhës, përshëndetje. Po, ju dëgjojmë, jemi drejt për së drejti, ju dëgjojmë, mund ta bëni pyetjen tuaj. Po, desha të flite, unë jam një zonë, po në vojtu një strese, që në motën 21 vjeqe, dhe tani jam gati 70 vjeqe. Edhe kam eku një mag me strese, nuk kam të si të shprejnë, kam një pagjumësi të madhe, në shutët që kam një bitë ndash gjuar, ndash gjumë nuk më letë të flegjumë, blandë të dekur. Dhe nuk dite që kam magë dhe një fime dhe nuk e të dëlloj do të asë për mira të kemë. Gjove. Edhe kështu që ka marrë të amitimet e në logu të në logu në ka thonë që ke pat një mag me ankesa, me stresën trupin tonë, ka vau të tim gjithë unë dua 2 ditë, po kështu që jam shumë engatuar në pagjumësimin. Është një shprehje e ankthit dhe pagjumësia? Po. Atëre unë e falenderoj zonjën që morin telefon. Ankthi është një sëmundje që fle dhe zgjohet, në rastin se nuk trajtohet, ajo zgjohet përsëri dhe godet më fort. Po cilat janë ato shenja që na jep në ankthi, unë do të vazhdoj këtu të ataku panik. Ataku panik si kalojmë në atak paniku? Një ankthi pa trajtuar mund të na çojë në atak paniku? Apo mund të jetë dështuar dhe mund të jetë që në fillimet e ankthit, godet ataku panik. Pra futemi në mendime negative, ato na çojnë në ndjenjën e frikës, dhe na fillon ataku panik. Ataku panik mund të zgjasë maksimalja 3 minuta, por është tepër i frikshëm. Çfarë ndodh? Kemi një puls të lartë që na shkon mbi 120, 100-140. Është dëmshëm për zemrën? Pas here nëse përsëritet ataku i panikut? Jo, nuk të jep, por ama frika është e madhe, thua se po vdes. Ose na jep lëvizje të tension, tensioni mund të na shkoj edhe 17 edhe 18, dhe shoqërohet me aritmi dhe takikardi. Çfarë është? Kemi edhe një puls të çrregullt. Pra, një puls mund të kemi pushime në 2, në 15, në 20, zemra jon nuk punon me ritmin e duhur. Në rastin se ne në këtë moment jemi në fazën e parë të ankthit, nuk e trajtojmë ankthit, atëherë kalojmë në një fazë tjetër.